Përshëndetje miq të Prizreni Music Festival, ku kemi startuar dhe sot kështu me puntatën e radhës. Sot ashtu si çdo ditë tjetër do të kemi plot 3 këngë dhe 3 intervista. Ne po transmetohemi në televizionin Opinion dhe në televizionin Tema. Këngëtarët dhe konkurrentët e ditës së sotme do të performojnë këtu në skenën e Prizreni Music Festival, e cila është e dekoruar nga Hotel Gold. Gjithashtu, pas këtyre këngëve që do të transmetojmë ne sonte, ato do të intervistohen nga ana jon, ku do të mësojmë më shumë rreth karrierës dhe jetës së tyre personale. Sigurisht ne shpresojmë që edhe ju të kënaqeni duke i ndjekur ata dhe normalisht që unë do t'ju përsëris edhe një herë ashtu si çdo ditë tjetër mënyrën se si ju duhet t'i votoni ata për t'i bërë pse jo edhe fitues, jo vetëm për të kaluar në fazën e gjysmëfinales, por edhe në natën e madhe finale që do të mbahet në qytetin e bukur të Prizrenit këtu në Kosovë. Për të votuar këngëtarin tuaj të preferuar, mund të dërgoni mesazhet e juaja në numrin e afishuar poshtë në ekran në PMF vend bosh, emrin e artistit tuaj të preferuar dhe mesazhin e dërgoni në 55 666. Ndërkohë, këngët e tyre mund t'i gjeni edhe përsa i përket rrjeteve sociale, mund t'i votoni, t'i njihni sa më mirë ata në kanalin e YouTube, të klikoni për këngët e tyre, por mbi të gjitha edhe në kanalin më të përhapur në Shqipëri, Arkiva Shqip. Gjithashtu, pas gjithë këtyre që Elisa tha për të votuar këngëtarin tuaj të preferuar, sepse çdo këngëtari që është konkurrent këtu në Prizreni Music Fest i nevojitet shumë një vot e juaja, sepse ajo vot mund ta dërgojë në gjysmëfinale, pse jo ashtu edhe në finalen e madhe. Tani është momenti shumë i rëndësishëm ku nuk duhet ta lëm pa përmendur, do falenderojmë jashtëzakonisht shumë komunën e Prizrenit, gjithashtu falenderojmë edhe firmën Rene Lual Tahiri, portalin edukimi.net, parukeri First Lady, butik Sergio, motel Villatini, fabrikën e kablove dhe përquesve elektrik Proton Cable. Gjithashtu falenderojmë edhe Hotel Gold. Do të hapim ditën e sotme emisionin Prizreni Music Fest me një këngë rap, ashtu si çdo ditë tjetër, siç që kemi fiksim edhe ne për t'i prezantuar këto këngëtarët e rapit. Ato kanë 2 vite që merren me muzikë, vijnë nga Durrësi me një tekstshkrues të quajtur Gjenti dhe me një produksion të Radical Records, zhanri rap, siç e përmend edhe pak më përpara, është Mirë Videlandi me Kaninaz.